Qendra kulturore komunitare Dimitro Orgocka në Maliq është duke marrë pamjen përfundimtare, ndërsa përveç funksioneve të tjera, i është shtuar edhe një teatër kukullash, i cili do të sjellë shfaqje dhe argëtim për voglusht e Bashkisë së Maliqit. Ky teatër është ndërtuar me të ardhurat e vetë bashkisë, me qëllimin për të shtuar edhe një tjetër element mjaft të kërkuar në këtë qendër kulturore. Është një teatër kukullash, e kemi mbyllur, ka qenë pjesë e angazhimit edhe të bashkisë tonë me plotësimin me pjesën e karrikeve apo disa pajisjeve të vogla të cilat ka ky teatër. Është një risi për qytetin tonë, për bashkinë që do shërbejë të gjithë fëmijëve. Është ndërtuar në katin e 3 të Godinës, në pjesën e sipërme ku ka qenë e pashfrytëzuar kombëtar. Ka një kapacitet rreth 70 vende, të cilat do shërbejë jo vetëm fëmijëve të qytetit Maliqit, por të gjithëve fëmijëve, të cilët do të kenë aty një teatër kukullash të organizuar nga ana jonë. Aktualisht janë duke u kryer punimet e fundit në pjesën e jashtme, ku obori është duke ushtruar me pllaka guri, ndërsa do të shtohen edhe disa pajisje dhe mobilje të nevojshme për funksionin normal të qendrës. Po Godina pothuajse është mbyllur, ka mbetur vetëm pjesa e disa pajisjeve, të cilat duhet i mbyll Fondi Shqiptar i Zhvillimit, është pjesë e projektit të tyre. Aktualisht bashkia ka mbyllur një pjesë të mobilerisë së brendshme, po mbyll territorin e jashtëm të Godinës dhe shpresojmë që muaj maj të jetë edhe muaj ku do fillojnë aktivitetet e para kulturore, artistike në këtë Godinë. Qendra kulturore Dimitro Orgocka në Maliq u përfshi nga flakët 10 vite më parë, ndërsa vetëm tani duket se do të rikthehet edhe më e bukur dhe më funksionale se më parë, duke i shërbyer gjallërimit të jetës kulturore dhe artistike.